Shikues të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio, ora po shkon 8:03 minuta. Unë kam theksuar edhe qysh në fillim të emisionit, por edhe më herët në bisedë me Meridianën kur diskutuam për temperaturat e larta dhe ndikimin e tyre në tokajt bujqësore. A ka ndikim apo jo, a mund të ndikojnë në të mbjellurat, a janë të përgatitur bujqet, cilat janë masat që duhet me ndërmarr, apo edhe çka ndodh në 5 deri në 10 vitet e ardhshme me këtë tokë, a mundet me pas një ndikim kaq të thellë? Do të diskutojmë bashkë me profesorin e bujqësisë, Imer Usinosçi, që tashmë e kemi në studio. Mirëmëngjesi profesor, mirë se na erdhët. Përshëndetje. Është kënaqësi që të kemi këtu. Çka mendoni ose çysh e përkufizoni ju motin ekstrem në kontekstin e bujqësisë? Realisht, ndrrimet, përkatësisht ndryshimet klimatike, sot janë një sfidë jashtëzakonshme për mbar bujqësinë në nivel global. Me këtë përballje karakterizohemi dhe ne, përkatësisht fermerët tanë, sepse gjithmonë njeriu për gjithë shkollën, specializimin dhe kualifikimin që e kryen, e ka një target që t'jetë funksional për vendin ku jeton. Në këtë rast po flasim për kushtet tona agroekologjike, të rrafshit të Dugazinit dhe të rrafshit të Kosovës, domethënë përfshi edhe anekse tjera, por zakonisht këtë e kategorizojmë si me 2 rrafshe pjesën prodhuese të sektorit të bujqësisë në Kosovë, dhe pa me dyshje që fermerët tanë, domethënë, qoftë në sektorin e prodhimtarisë bimore, qoftë në atë të prodhimtarisë blegtorale, po përballen me vështirësi të mëdha si pasojë e ndryshimeve klimatike. Janë të shumtë këta faktorë që shkaktojnë këtë ndrrim klimatik sot, si shkatrimi i efektit serë, ngrohja globale, përkatësisht shkrirja e akullnajave dhe rritja e temperaturave vjetore që dikon mesatarisht po na sillet prej 0,5 deri në 0,6 gradë më shumë nga vitin e vet, dhe një seri faktorësh tjerë, dukuri këto që duhet një vetëdisim nga programet arsimore të ciklit profesional, po mënoj të shkollës bujqësore, të studimeve universitare në sektorin e bujqësisë dhe eksperiencës e fermerëve, sepse gjithmonë duhet ta kemi një target të përbashkët, përkatësisht një emërus funksional që duhet të funksionojnë në nivel vendi në mes të prodhuesve, qofshin ata fermer prodhues ose përpunues të prodhimeve bujqësore përkatësisht animale, shërbimeve këshillimore që bartin transferet të reja teknologjike të ata dhe digasteri përkatës që duhet t'i mbështes. Shkrirja e akullnajave përkatësisht rritja e temperaturave në nivel global, po përshpejton shpeshherë fazat fenologjike të bimëve të caktuara dhe përpasoj kjo po shkurton ciklin biologjik të tyre, e që koincidon gjithmonë me ulje të prodhimit, që ne në sektorin e bujqësisë rëndom e quajmë rendiment të kulturat bujqësore ose rendement të mishit të racat të ndryshme të baktisë e tjera, dhe mendoj se ka ardhur koha që transferet të reja në teren, domethënë bartja e teknologjive tek reja tek fermerët, është detyrë imediate shërbimeve këshillimore që duhet i bartim ne si institucion dhe specialistët tjerë që punojnë në lokalitetet të caktuara, sepse nuk mundet asnjëherë niveli qendror që të punojë individualisht me çdo fermer, por si ekip përkatësisht si tërësi mund të bëjmë shumë më shumë në raport me gjendjen ekzistuese që është. Po këto si këshillimore a funksionojnë këtu te reja? Po, realisht po, dhe në këtë konstelacion konsideroj se po e marrëm një shembull konkret. Ne vendodhemi në fillim të muajit qershor. Tani, prognozat meteorologjike për dallim prej majit që ishte, po themi në thojza muaj i ftoftë si pasojë e çrregullimeve klimatike, qershori do të jetë me temperatura goxha ekstreme maksimale, që gjatë kësaj jave, domthonë gjatë këtij 10 ditësh ose dekade të parë të qershorit, do të kemi temperatura edhe 31 gradë Celsius, që për kohën mendoj se është pak e përshpejtuar, dhe marrëm një prej kultura më reprezentative, më dominuese që mbizotron në sipërfaqen tona kultivuese është gruri. Na ka ndodhur edhe vite më parë dhe mund të na ndodhë edhe si vjet që të përballemi me ta ashtu quajturën valen e nxehtë, e cila përshpejton tani gruri është domethënë fenofazën e kallisjes, dhe kur fruti përkatësisht farat përshpejtojnë fenofazën e pjekurisë qumshtore dyllore dhe kalojnë shpejt në pjekurinë e plotë,
atëhere redukimi i prodhimit mund të jetë varësisht nga zgjatja e këtyre temperaturave të larta për 20, 30 ose 40% më e ulët në raport me planifikimin që kem parapos e kanë parapos fermert për të shfrytzuar sa më tepër potencialet prodhuese të kultivarëve lartë prodhues të grurit. Në rastet e tilla, mendoj se shërbimi këshillimor duhet të targetoj ciklin vegetativ të varietetit, sepse ka një spektër të gjerë të përdorimit të tyre që mund të jetë ai i hershëm, i mesëm ose i vonshëm dhe të adaptoj ose të përshtat për regionin përkatës, varësisht nga lartësia mbidetare, sepse jo të gjitha regionet kanë të njëjtin ekspozicion. Disa karakterizohen me altitud përkatësisht lartësi më të madhe mbidetare, disa më të ulët, te ato që janë me lartësi më të ulët mbidetare, siç bie fjala regioni komunës së Klinës, Prizrenit e tjera në raport me rrafshlartat e larta, atje fillon vegetacioni më herët dhe përfundon më vonë, ose e kundërta te këto me lartësi të mëdha mbidetare është më i shkurt sepse fillon më vonë edhe përfundon më herët. Domethënë janë disa tipare që sot asnjë nga agronomët nuk ka të drejtë, ai ka të drejtë, po nuk ka logjik të dalë para fermerëve dhe t'i thotë kjo mos agroteknika është e rëndësishme. Vje fjala punimi, plehrimi, mbilja, i din. Ideja është që të thuhet kur ajo duhet të zbatohet konform itinerarit agronomik që përkon me kulturën e caktuar dhe me regionin e caktuar që mbjell ato. Tani, fenomenet e tilla paraqiten jo vetëm në prodhimin bimor, por edhe në atë blektoral. Për shembull, racat qumshtore ose tipet e kombinuara siç është simentali, që është për qumst edhe për mish, ose racat për mish, karakterizohen me ulje të prodhimit qoftë të qumshtit, qoftë të mishit, po që se stresi temperatural të njëjtat i karakterizan dhe po që se fatësia e madhe damton bje fjala livadhet, kullotat, sipërfaqet ku dalin baktia për shumë arsye, andaj duhet patur kujdes që në zonat e tilla krahas mbjelljes së kulturave mbrojtëse të ketë edhe raca përkatësisht kultivar që karakterizohen me cikël biologjik të ndryshëm dhe të adaptohet për regionin e caktuar. Kjo është karakteristik jo vetëm e shtimit të temperaturave, problemin e kemi edhe me rreshjet. Ndoshta rreshjet si sasi nuk varirojnë shumë nga vitin e vet, por çrregullimi, përkatësisht distribuimi i tyre është goxha shumë evident, përderisa ke muaj që karakterizohen me rreshje intensive, kem ose regjistrojmë ose evidentojmë periudhat e caktuara kohore kur për 2 ose 3 muaj nuk kem rreshje dhe përpasoj vjen ariditeti, përkatësisht thatësia, dhe ndaj situatave të tilla gjithmonë së bashku, po flas si ekip, si institucion, duhet përballemi krahas shërbimeve këshillimore, krahas rekomandimeve që jo japim fermerëve, që t'i përballojmë ato sa me ma efikasitet për faktin se sot ushqimi është goxha problem serioz në mbar globin toksor, meqense statistikat sot kanë regjistruar domethënë mbi 8 miliard banor të globit në përgjithësi dhe të dhënat e fundit flasin për çështje bukur serioze që 1/3 e popullatës karakterizohet me pamjaftueshmëri ose janë të keq ushqyer në raport me vendet që kanë trend të lartë të zhvillimit ekonomik dhe përpasoj shpeshherë dhe gjuajnë ushqimet e teprura. Domethënë duhet të ketë një balans, një harmonizim, sepse çështja e ushqimit është një nga armët thelbësore ku profesorët që mbajnë këtë fushë në Amerikë, Leonard dhe Martin, ata e përshkruajnë mungesën e ushqimit në një afat shumë të shkurt, vetëm 3 ditë dhe 3 net, domethënë 72 orësh, që e ka pranua krejt bota, domethënë gjitha institucionet kredibile në botë dhe thuhet se njeriu kur i mungon ushqimi për 24 orë ai bëhet agresiv. Ti ndoshta nuk mund ta identifikosh sepse thua se ka ndonjë problem shëndetësor, familjar e tjera, por agresiviteti shpallet për 48 orë thuhet se kalon në vjedhje, domethënë është në gjendje të vjedhë sepse si pasojë e uris, dhe për 72 orë kalohet në anarki, ku distanca në mes të paqes dhe anarkisë si pasojë
e mungesës së ushqimit, pra është shumë e shkurtë. Kjo është kërkesa kryesore që ne e bartim gjithmonë te fermerët, pavarësisht që unë personalisht dhe shumë kolegët e mi e ballafaqohen shpesh herë me pyetje nga më të ndryshme që s'ka llogarit punohet e tjera. Janë çështje që nuk diskutohen sepse duhet të sigurohet ushqimi, pavarësisht rrethonave në të cilën të ndodhemi dhe pavarësisht efektit të madh të ndryshimeve klimatike që sot janë evident në krejt globin toksor. Po, bujqët e janë të përgatitur, apo janë të përgatitur në bazë të praktikës dhe shohen tashmë janë të mësuar me këtë gjë? Tani, ne po flasim orientimisht, po thonë, për 2 shtresa të fermerëve, të cilat i kam evidentuar në teren krahas punëve që i bëjmë gjithmonë me ekipet të caktuara. Kem të bëjmë me bujq të ashtu quajtur komercial, që kanë sipërfaqe të mëdha kultivues ose kanë ekonomi të mëdha shtëpiake, mund të kenë edhe veprimtari blegtorale, veprimtari intenzive të perimeve etj. Dhe kem të bëjmë me një pjesë të fermerëve që karakterizohen domethënë me ngostrat të vogla, me ngostrat të rifragmentarizuara, me produktivitet të ulët të punës etj. Te pjesa e parë, domethënë që janë pak në nivel vendi dhe nuk arrin as 10%, vetëdijsimi është goxha shumë i shtuar krahas punëve që i bëjmë gjithmonë në terren të përbashkëta gjithmonë me ta, për dallim nga pjesa e fermerëve të vegjël që shpesh herë janë të pavëmendshëm, janë të pakujdesshëm dhe nuk zbatojnë sa dhe si duhet mosa agroteknike që ju rekomandohen për itinerarin e caktuar agronomik ose për të ashtu quajturin afat optimal agroteknik të zbatimit të kësaj ose asaj mos agroteknike. Nëse ne, për shembull, mbjellim kultura mbrojtëse, të njëjtat ndikojnë pozitivisht në mos degradimin e tokës. Nëse kem të bëjmë me rregullim të rreshjeve, atëherë rreshjet që vinë me vonesë të njëjtat sot për pasojë të ndrrimeve klimatike karakterizohen me stuhi, me përmbytje etj. Situatat e tilla shteti duhet të intervenojë dhe duhet të ekzistoj një ashtu quajtur fond për fatkeqësitë elementare si pasojë e mos ndikimit të faktorit njeri dhe ai duhet të mbështetet. Pra, politikat e duhura shtetërore, subvencionimet për fatkeqësi elementare, subvencionimet për shtim të produktivitetit të punës, mbjellja sipërfaqeve të gjelbërta, sasia e madhe e dioksidit karbonit e cila është pozitive për fotosintezë, por shumë negative domethënë për shumë çështje ndikimi ose shtimi sasisë dhe të karbonit për shumë disavantazhe që krijon në bujqësi, duhet të ketë një ekuilibër dhe shumë faktorë të tjerë duhet të kenë gjithmonë parasysh. Bie fjala, nëse ngritet temperatura që është evidente këto vitet e fundit, ai mund të jetë pozitive për një kulturë ta marrën vreshten, sepse e kërkon, por mund të jetë negative për shumë kultura tradicionale siç janë gruri, misri dhe kultura tjera. Pra, janë tipare të caktuara agronomike që ato mësohen në shkollë, por që të njëjtat duhet të zbatohen në praktik, sepse shkollimi i ndallon në raport me njësi tjera organizative, sepse në agronomi ajo çka mësohet, analizohet, studiohet, duhet të praktikohet në terren në mënyrë që mos të mungojë rezultati. Edhe ndikon kjo pastaj edhe në çmim të produkteve? Po normalisht se po, si pasojë e rregullimeve klimatike sot, domethënë, çështja e çmimeve është një dilemë e madhe që shpesh herë domethënë është vërtet shumë, domethënë se për shumë shtresat e popullatës që karakterizohen me varfëri etj, por është një çështje që nuk varet shumë prej nesh. Domethënë çmimet caktohen në bursë, përkatësisht bërë ndërkombëtare, dhe na jemi një vend aq i vogël saqë ndikimi ynë në përcaktimin e çmimit të prodhimeve bujqësore është tepër i vogël, për mos më thonë krejtësisht i pamundshëm. Çka mund të bëjmë ne? Ne mund të bëjmë pak më shumë që të prodhojmë sasi më të mëdha të ushqimit nga konditat tona agroekologjike, domethënë të favorizohet prodhimi vendor dhe të mbaremi sa më pak nga importi, sepse kjo gjendje që është në bujqësi me shumë gabime që janë bërë paraprakisht nuk mundson plotësimin e kërkesave të konsumatorëve në sasi 100%. Ne në një formë ose formën tjetër mbarmi nga importi, por ideja është që të bëjmë ato çka mundemi, të
të kemë më pak import e të shtojmë më shumë prodhim vendor, e pse jo për prodhimet e caktuara dhe të kemë një sasi të vogël të eksportit, siç është evidente, domethënë për disa kultura intenzive, por që akoma bilancin tregtar e kemë shumë të disfavorshëm, ka qenë deri vonë 1-9, tash mund të jetë dikon 2-8, kohës fundit për shumë prodhime, domethënë që janë shtuar si pasojë e plasmonit në tregjet evropiane, perimet, kulturat aromatike mjekuse, verra, sasitë caktuara, domethënë kontingjentet e caktuara të prodhimeve të caktuara, të dhënat e fundit po thojnë se është dikon tu i tentuar të shkohet ka 300 në eksport, përkatësisht ka 700 në import, që është, mendoj, lëvizje pozitive, sepse ne nuk mund të themi që s'është bërë diçka në bujqësi. Po, kemi edhe kapacitet Absolutisht, por a kemi bërë gabime? Po. Janë goxhat të mëdha dhe të pariparueshme, sepse në këtë periudhë 25 vjeçare ne kemi qenë goxhat pamëshirshëm, goxhat pavëmendshëm ndaj ruajtjes së tokës bujqësore. Domethënë fondi i tokës bujqësore, ruajtja, shfrytëzimi dhe menaxhimi i saj është prioritet ndër prioritete, sepse ai është një aset nacional që u takon breza unë pambarim dhe nuk duhet ta shpërfaqim këtë mosvetëdisim dhe ta tjetërsojmë, ta uzurpojmë, ta kesh përdoru me tjera, sepse është një, Amerikanë thojnë kredi që e merë në bankë dhe obligim bankar për pasarësin që duhet ta përfundoj ato, me kusht që ta ruaj si tërsi teknologjike të saj. Pra, mekanizmi ekzekutiv në nivel vendi i ruajtjes së tërsisë teknologjike të tokës, në këtë periudhë në një farë formë ose në formën tjetër ka munguar dhe për pasoj e kemë gjendjen me sipërfaqe të vogla, me riparcializimet të tyre, me sipërfaqet e lona djirë, sepse toka e lonë djirë për një popullat të caktuar nuk shpërfaqe dhe civilizim. Është civilizim i popullatës e caktuar që të punoj sa dhe si duhet dhe të menaxhoj punimin e tokës. Tani, tek ndryshimet klimatike në zonat e caktuara, ndoshta është pozitive dhe rezultatet po janë inkurajuese që mund të shkojmë nëse është parakultura ideale dhe kalon tokën në gjendje të shkriftë dhe me në punim minimal të tokës, minimum tillish në raport me punimet e thella e tjera, për shumë arsye që mos të degradohet e njëjta. Profesor, a ju kërkojnë edhe mendime edhe pse ju e theksua disa herë që keni takime normale dhe kur do që kërkot, po në këto raste kur e shohin që ka temperatura të larta apo janë paralajmëru, kërkojnë mendimin tuaj ose të profesionistëve tjerë të kësaj fushë? Po, shtimi i sasisë vjetore temperaturale, çrregullimi i rreshjeve, shkatrimi i efektit serë, shkalla e madhe e industrializimit që e kemë, domethënë, duhet të ketë parasysh gjithmonë dhe vetëdijsimi koincidon në këta indikator dhe krahas kësaj që ne punojmë me fermerë në teren, mendoj se vendi duhet të mendoj esencialisht edhe për programe të reja edukuese që prej shkollimit bazë, pastaj studimeve tjera dhe këto duhet të bëhen krahas gjendjes faktike. Gjithmonë kur njeriu përballet me diçka që është sfidë ose vështirësi ose çka do qoftë ajo, duhet ta ketë një aftësi reziliente, që domethënë të ketë kapacitet dhe aftësi që të përballet me vështirësitë dhe ta jap provimin në situata të caktuara. Kjo është ideja që në këto kondita tona agroekologjike, nëse marrëm tash dhe e grumbullojmë përkatësisht akabarojmë shumën e përgjithshme temperaturale që është nga insolacioni diellor në Kosovë, është shumë e favorshme. Gjermanët, për shembull, kur e vizitojnë Raovecin, pjesën e caktuar me vreshta, finalizimin e tyre në verra, e pije të tjera alkolike, gjithmonë e kanë një përfundim se insolacioni diellor përkon me cilësitë të caktuar të prodhimit, që nuk ka asnjë dilemë për eksport, por që ne duhet të vedisohemi që të plotësojmë standardet ushqyese, sepse po që se sot tregu evropian të përjashton, nëse të njëjtat nuk i plotësojmë
thënë ti. Pra, sektori i bujqësisë është shumë domethënës, është shumë i rëndësishëm. Si duket akoma një pjesë kanë dilemë se se kuptojnë funksionalitetin e këtij sektori, nëse ne i rregullojmë problemet në bujqësi, nëse ne i plotësojmë standardet nutritive, përkatësisht standardet ushqyese, pa me dyshje që në mjeksi do të ketë probleme më pak, edhe e kundërta. Nëse këtu kemë grumbullim të problemeve, mos efikasitet tyre, mos monitorim të duhur, efekt rezidual ose toksikologjik të mbetjeve që shkaktohen nga trajtimet e caktuara për periudhën e caktuar, sepse në një moment kur kultura e caktuar trajtohet, ka një periudhë kohore që në agronomi quhet karencë, ajo nuk guxon si prodhim të vilet ose të korët, përderisa nuk kalon efekti i karencës, se në të kundërtën do të jetë toksikologjik me efekt rezidual, dhe atëherë në mjeksi mund të priten invazion smundjeve kancerogjene, problemet obezitetit, problemet të traktit digestiv, sistemit kardiovaskular e tjera. Pra, problemet të rregulluara në bujqësi koincidojnë me më pak probleme në mjeksi. Dhe kjo është arsyeja kryesore që ne duhet të punojmë shumë me fermer krahas shkallës së caktuar të vedisimit që ata duhet të arrijnë, dhe përpasoj gjendja mund të përmirësohet, gjithmonë po flas për kushtet tona, qoftë klimatike, qoftë toksore. Profesor, falenderës shumë për kohën. Uroj që ata cilët janë të kësaj fushë t'i kenë marrë parasysh edhe këshillat dhe informatat cilat i kemi nda përmes kësaj bisede, patjetër edhe ne të tjerët si konsumator të kemi parasysh këto. Ju lutem, ishte kënaqësi, sektori i bujqësisë përveç të tjerave që ofron e ka edhe një shpërblim shtesë, sepse të mundson edhe shëndet më të mirë, prandaj sektorin e bujqësisë njerëz duhet ta duan, domethënë duhet të kenë pasion të caktuar që të merren me atë veprimtari. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Ne tani kalojmë tek edhe nuk shkojmë shumë larg, sepse ka të bëjë po ashtu me ushqime në këtë rast, e një ushqim të shëndetshëm, një recetë të shijshme na e ka përzgjedhur tash Linda, ndjekë bashkë recetën, pastaj ju pres për të vë fjalë kryqin.